Të gjithë e dinë që Arbana Osmani është një nga moderatorët më të suksesshme dhe më të dashurat e ekranit shqiptar. Prej vitesh ajo ka fituar respektin dhe simpatinë e publikut fal profesionalizmit, natyrshmërisë dhe energjisë pozitive që përcjell në çdo projekt televiziv. Por përveç suksesit në fushën e medias, Arbana ka ndërtuar edhe një tjetër imazh të fortë, atë të një pasionanteje të gatimin. Librat e saj të kuzhinës, postimet e shpeshta me receta të shijshme dhe videot e përgatitjeve në shtëpi e kanë bërë atë një prej figurave më të ndjekura edhe në rrjetet sociale. Megjithatë, me sa duket, edhe njerëzit më të përkushtuar ndaj stilit të shëndetshëm të jetesës nuk I shpëtojnë tundimeve. Moderatorja ka pranuar publikisht se kohët e fundit e ka thyer dietën e saj. Aktualisht ajo ndodhet në Spanjë, ku po kalon disa ditë pushimi së bashku me fëmijët dhe duket se ushqimet e shijshme mesdhetare kanë qenë tepër joshse për t'u rezistuar. Në një prej fotove që kanë ndarë me ndjekësit, Arbana shfaqet duke shijuar një vakt tipik spanjoll dhe me humor shkruan: "Unë kur kuptoj që e dëhër eva dietën edhe këtë javë." Ky postim ka bërë menjëherë xhiron e rrjetit, duke nxitur reagime të shumta pozitive nga ndjekësit e saj, të cilët e vlerësojnë për sinqeritetin dhe mënyrën spontane me të cilën ndan momente nga jeta e përditshme. Shumë prej tyre janë shprehur se e ndjejnë veten në të njëjtën barkë. Pasi edhe ata e kanë të vështirë t'i qëndrojnë besnik një regjimi strikt ushqimor, sidomos gjatë pushimeve, në një kohë kur gjithnjë e më shumë njerëz përpiqen të ushqehen shëndetshëm dhe të ruajnë formën fizike. Arbana Osmani mbetet një shembull se si të kombinosh disiplinën me vetpranimin. Edhe pse këtë herë ajo nuk e ka kursyer veten dhe as fjalorin, moderatorja tregon se ndonjë shkelje e vogël nuk është fundi I botës, përkundrazi, është pjesë e bukurisë së jetës së përditshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.